Përderisa përfaqësuesit e partive në pushtet thonë se bisedimet për listën zgjedhore dhe reformat në media po përparojnë, përfaqësuesja e LSDM-s Renata Deskoska pas takimit të sotëm tha se nuk është shënuar përparim serioz. Sipas saj, VMRO-DPMN-ja dhe BDI-ja ende nuk mund të pajtohen me kërkesat e opozitës për pastrimin e plot të listës zgjedhore dhe për reformimin e mediave. Maqedonisi nevojitet të liste e pastruar zgjedhore që garanton se në zgjedhje nuk mund të votojnë njerëz që nuk janë në listë, pra votues fiktiv. Nga kjo kërkesë nuk lëshojmë pe. Në pjesën e medias po ashtu nuk ka marrëveshje sepse nuk kemi sinjalen nga VMRO-ja, si janë të gatshëm të heqin dorë nga kontrolli në media. Ndryshe nga opozita, partitë në pushtet vlerësojnë se në bisedimet e sotme është shënuar përparim dhe kërkuan më tepër konstruktivitet nga LSDM-ja për të arritur së shpejti marrëveshje për listën zgjedhore dhe reformat në media. Përfaqësuesit e VMRO-DPMN-s dhe BDI-s kanë konfirmuar se mbi 60% e 40.000 votuesve që LSDM-ja kërkon të shlyhen janë shqiptar. Artan Grubi ftoi opozitën maqedonase të heqë dorë nga kjo kërkesë. LSDM-ja nuk duhet që të bindet që këto votues janë ekzistues, që këto votues janë qytetarë dhe kanë të drejtën e votës. Ne nuk do lëshojmë pe për arsye se ato janë votues real, ato janë qytetarë të Republikës Maqedonisë dhe parafërsisht nga 39.502 votues, diku tek 65% të tyre janë shqiptarë. Ndërkohë, Nikola Todorov tha se pas përparimit të arritur në 2 ditët e fundit, marrëveshja për listën dhe mediat mund të pengohet vetëm nëse LSDM-ja tenton përsëri të ikë nga zgjedhjet. Në pjesën e listës zgjedhore, nga ajo që pam sot është se 2/3 e votuesve që LSDM kërkon të shlyhen janë shqiptar. Prandaj them se me këtë edhe një herë u dëshmua se janë të pabaza akuzat e LSDM-s se VMRO-DPMN ka fituar zgjedhje duke shfrytzuar listën e papastruar zgjedhore. Pas takimit, ambasadori SHBA-ve Gjozbejli dhe Ibesa Ivorav nuk u prononcuan për mediat, ndërsa përfaqësuesit e partive politike paralajmëruan se bisedimet do të vijojnë javën e ardhshme.